Ky mesazh është për të gjithë ata të cilët nuk e mbajnë fjalën, nuk e çojnë vend amanetin, nuk kanë besë. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Ata të cilët u përmbahen amaneteve dhe detyrimeve të marra. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Ata të cilët i kryejn rregullisht namazet. Ulaika humul warithun. Vërtet, ata janë trashëgimtarët. Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Të cilët do të trashëgojnë Firdausin, xhenetin Firdaus. Të përhershëm do të jenë ato. Vllai nderuar, motër e nderuar, mbaje fjalën. Çoja amanetin vend. Përmbaju fjalëve që thua. A do xhenetin? Mbaje fjalën. Falë namazin. Allahu na boft prej atyre që e mbajnë fjalën. E falin namazin, Allahu na boft prej xhenetlive.